Ashtu si që paralajmërova në fillim të këtij emisioni, do ta kemi një mysafire shumë speciale, sidomos për mua. E kam nderin që e kam këtu në studio Adriana Berisha Hoxha, dietologe klinike dhe nutricioniste. Ka ardhur enkas nga Gjermania për ta nderuar. Faleminderit shumë. Faleminderit Laura për ftesën. Atëherë Adriana, kisha pas dëshirë për audiencën tonë me u prezantu ju pak a shumë me pata, me u njoft, me profilin tuaj se çfarë punoni. Ju punoni në një ndër klinikat më të mira prestigjioze në Gjermani dhe jeni specialiste e shëndetit të zorrës. Po, atëherë kam përfunu studimet në Gjermani, në Hamburg të Gjermanisë dhe si dietologe klinike, pastaj fillimisht studimin bazik, pastaj kvalifikimet tjera. Për të punuar në spital, në klinik, duhet natyrisht pas studimeve edhe trajnime të vazhdueshme dhe punojnë në Pinneberg, në një klinik që është me të vërtet e specializuar për shëndetin e zorrës, të kancerit të zorrës, dhe punojmë aty një ekip interdisciplinar për menaxhimin jo vetëm të peshës, por pas kurimit ose pas operacioneve të zorrës, për këtë outcome-in e pacientit dhe ndër tjera është edhe vlerat nutricionale që duhet pacientit pas operacionit deri në rikuperim. Pra është një punë shumë që e marrë dhe bëj me shumë pasion e bëj shumë me dashuri, sepse e shoh dhe si privilegj që të ma besojnë në shëndetin, sidomos në këto fazat kritike të sëmundjes. Që është shumë e rëndësishme. Absolut, po. Me qenë se ju jeni dhe specialiste shëndetit të zorrëve, ne kohët e fundit e kemi pa prej mediave të ndryshme që doktorët normalisht kanë treguar që zorra, nuk e kemi ditë fare që zorra është një ndër organet më të rëndësishme në funksionimin e rregullt të trupit. Mund të na thoni se si, unë kam lexuar që edhe zorra, domethënë ka një rëndësi të veçantë, një lidhshmëri të veçantë me trurin, pastaj a mund ta shpjegoni se si apo cilat janë top ushqimet më të mira që duhet ne të përdorim si ta ruajmë thjesht shëndetin e zorrëve dhe sa është i rëndësishëm? Atëherë, mire përmendë Laura, në fakt, shumë kohë, zorra është menduar si një organ për tretje dhe për eliminimin e aty produkteve që në fund që aty. Absolut, edhe bile ka pasur edhe në Gjermani, dhe jo vetëm këtu në audiencën time këtu shqiptarë që kam, por edhe në Gjermani, kur flas me pacient me klinik, ende ka një turp për me fol për shëndetin e zorrës. Do të thonë ka qenë një organ jo gjithsesi në qendër vëmendjes. Këto 10 vitet e fundit, fatmirësisht që do të thotë ende është në zhvillim e sipër, do të kemi edhe në dekadat të tjera edhe më shumë njohuri përmes këtij organit shumë të rëndësishëm, pra është në zorë kemi, kur flasim për shëndetin e zorrës, nuk mund të ikim atij ekosistemit që kemi në zorë, sepse përmban shumë mikroorganizma që ne jetojmë në simbiozë me ta. Ne japim ushqim atyre, ato na japin energjinë neve. Do thotë punojmë njëri me tjetrin. Ja, si mekanizma mbrojtës për absolut, bakteriet e mira, përveç aty kemi edhe të tjera, më sidomos bakteriet që në këto vitet e fundit janë lidhur pikërisht në prevencion, në parandalim të kancerit të zorrës. Pra nëse ushqimi mirë, do të flasim në vazhdimsi edhe cilat ushqime mbajnë, por në përgjithësi zorra është, ose shëndeti i zorrës është shumë në qendër vëmendjes tani, mbase e ka edhe ato të mira, në qoftë se flasim pak te kanceri i sëmundjes së zorrës, në qoftë se zbulohet shumë herët, pra mbase i kemi zorra është me metër e gjatë, mund të operohet, pra pjesa tumorore të shpërtohet dhe pacientët mund të jetojnë pa kurfar problemi edhe deri në fund, deri kur Zoti e ka shkruar që të përfundon jeta. Pra është një nga, themi ashtu, sëmundjet që në qoftë se paraprakisht ose zbulohet shumë herët, mund të kurohet pacienti plotësisht. Dhe kjo është e mira e kësaj, dhe tjetra është boshti zorr-tru. Zorra e ka sistemin nervor të vetën dhe është një rrugë tim përmes zorrës dhe trurit, është një dykash. Do thonë ato çfarë zorra i jep informacione trurit, trurit i jep komanda tani zorrës. Do thonë bashkëpunojnë njëri me tjetrin. Dhe këto në shembull nëse jemi shumë stres ose duhet të shkojmë në toalet, kemi diare ose disa kanë nevojë shumë vërtet. Unë gjithmonë kur kam diçka stres shumë, kam frikë me të drejtën. Sillet gjithçka gjithmonë, po, shumë. Ose kur jemi të dashuruar, si të çka sillet në zorrës. Pra është një organ më shumë se vetëm tretës dhe për eliminimin. Interesant, do me thonë, çdo organ ka edhe emocion. Emocion, absolut. Pastaj tjetra është sidomos në kohën e Covidit,
është ata që kanë një imunitet të dobët, dhe kjo është e lidhur kyç me shëndetin e zorës. Pra e themi se edhe 80% të imunitetit apo të qendrës imune është pikërisht në zorë. Dhe nëse kemi një imunitet të dobët, pacientët ose ata njerëzit që kanë pasur imunitetin e dobët, paraprakisht një zorë të desbalancuar, kanë qenë më të rrezikuar me sëmundjet e Covidit se sa ata që kanë pasur një zorë më të shëndosh. Pra pjesa tjetër është natyrisht edhe pjesa emocionale, sepse ka sistemin nervor parasimpatik, që i kemi dy sisteme nervore, nervus vagus, me sigurit ka ra me ndëgju. Po, si shprehje, po ndoshta pak me shpjegu për opinionin s'përi. Po, atëherë, fakti që në zore kemi punën e tretjes, thot që sistemi i tretës inervohet nga nervi vagus. Nervi vagus është një deg, një zgjatje e sistemit nervor, qendror, dhe ai kemi në momentet kur jemi simpatikus është ai që na mban gjithmonë në flak, në ngritje. Dhe tjetra është ai që na qetëson, na relaks. Dhe në momentin kjo është fiziologjikisht shumë e natyrshme, sepse kur jemi në stres, neve sistemi nervor joni nuk ka nevojë të tretë ushqim, ose edhe në riprodhim, por ka nevojë të mobilizohet për energji, ka nevojë të mobilizohet për në action, në aksion me dalë. Dhe kjo pjesa parasimpatikus me sistemi nervor, që përmenda për nervus vagus, e inervon pikërisht sistemin tretës. Dhe gjithçka funksionon kur jemi të qetë. Dhe kjo është esenca e asaj që zora është sistemi nervor në vete, dhe funksionon vetëm kur jemi me të vërtet më të relaksum, që një ndër benefitet më të mëdha mundet me pas sistemi tretës, kur jemi më të qetë, me meditim, kur flejmë. E kam dëgjuar që shumë njerëz thonë se jam duke pas kujdes në ushqim, do me thonë jam me dietën dhe prap e kam barkun e fryer. Me siguri që kam shumë stres edhe mendoj që ndoshta pikërisht këtë që e thatë dhe ju, që nëse jemi të stresuar, me thonë nuk bëhet tretja si duhet dhe barku rini fryer, pavarësisht asaj se na sa hajmë, apo? Do ta fash çdo ditë me klient. Jo, është fakt, po është shumë mirë sepse sidomos tretja ose fryet e barkut, këto gazrat mund të kenë edhe faktorë të tjerë, është pak multifaktoriale, por një ndër të tjera është edhe kur janë të gjithë të stresuar. Dhe mendoj që të gjithë këta stresorët, sidomos këto ekstern që i kemi nga jashtë, e ngarkojnë më shumë sistemin nervor, në këtë pikë pra nervus vagus nuk është i qetë për të përpunu dhe nuk tretën si duhet. Dhe mundesh me marrë me mend, nëse një ushqim që ka pasën të tretën brenda 2-3 orëve, një copë mish pule për shembull, derisa jemi tërkohë në stres, ai nuk do të tretet pra të 3 orë, por mund të zgjat 6 orë dhe ky fermentimi ose them të gjitha ato çfarë përpunohet gjatë tretjes, krijon fryrje të barkut. Dhe kjo është një mos tretje e mirë dhe në fund natyrisht nëse është kronike, domethënë kemi gjithmonë faza ku na duhen ose mund të eliminojë trupi jon, mendoj është shumë mjeshtër i mirë dhe i menaxhon situatat akute, por nëse është kronik, kemi kapsullëk kronik, fryje të barkut kronik, mos tretje kronike, atëherë natyrisht mund të vijë deri te një desbalancë me mikrobiotës, që do të thotë në indin e zorëve krijon qeska të mëdha që janë të quajtura si divertikël. Dhe edhe me këta pacient pra ballafaqohem çdo ditë në klinikën tonë. Dhe kur këta divertikël pra mbushen me mbetjet që i kemi në zorë, mund të vinë deri te inflamacioni, dhe nga ky inflamacioni mund të vijë deri te performimi, deri te përcitja, që është me vërtet një gjendje shumë e rrezikshme dhe duhet të operohen me njëherë pacientët. Dhe pikërisht kjo ndodh kur me të vërtet një tretje nuk funksionon si duhet, kronik mendoj. Jo vetëm nëse 2-3 ditë nuk kemi pasën jashtëqitje, nuk do të thotë që me njëherë krijohet diçka, por nëse kronik e kemi këtë, po. Cili është faktori kryesor që mund të prekemi nga kanceri, do me thonë organi i zorës mund të preket nga sëmundja e kancerit? Atëherë, në vitet e fundit te kanceri i zorës është një gjë e mirë, të them në fatkeqësi, sepse nëse shihet me erët dhe mund të operohet, e përmendëm në fillim, kemi një jetë gjatësi të normale, do të thonë nuk kemi probleme, por ushqimet e përpunuara, sikurse shumë më herët që është më dhe shkencëtarisht, tregon që të rrezikuarit nga kanceri i mushkërive janë duanpirësit. Tani e kemi më të qartë që ushqimet e përpunuara Cilat janë ushqimet e përpunuara? Ushqimet e përpunuara fast food, të gjitha ushqimet që janë fast food janë ushqimet që me vërtet në fakt zora nuk e njeh ato, se është një ushqim që shumë i adhurojmë fatkeqësisht.
Fatkeqësisht nuk e din pasojat. Kjo është nuk e kuptoj se si ne si popull nuk e kuptojmë ose nuk këshillohemi nga profesionistë si ju, sepse unë ju përcjelli non-stop në rrjetet sociale edhe me të vërtet mendoj që jam e fat sepse marr këshilla prej juve pa pare. Faleminderit. Mundon ta bëj më të mirën e mundur, sepse mendoj që ka nevojë, unë them shpesh, në qoftë se jo të gjithë më ndigjojnë, po mjafton që tek njëri të mbrijat qëllimin tim, atëherë unë që ja kam dalë. Sepse pa ushqim është fat me të vërtetë, unë nuk e di se si njerëzit nuk e shfrytëzojnë këtë dhe nuk e vetësojnë veten se nuk duhet se ta dinë që ushqimi është thelbi kryesor. Absolut. Dhe kjo është e mira, ndoshta mirë do të ishte që edhe në institutet që nësore në fakultetin e mjekësisë të futet si lëndë dhe ushqyerja nutritive, pastaj në shkolla. Nuk e di nëse këtu praktikohet që faza e rikuperimit të shoqërohet me një plan i nutricionistëve. Nuk e kam idenë, por me sa e di, unë nuk bëhet kjo. Është shumë e bukur që e përmendë këtë, Laura, sepse në Japoni edhe në vendet skandinave janë dy vendet që me të vërtet e kanë ekipin multidisciplinar, që janë interdisciplinar, që punojnë një ekip nga mjeku, nga onkologu, dietologu dhe e përcjellin situatën e pacientit edhe monitorojnë, në fakt, ne është një farë screening që e bëjnë, e monitorojnë nga paraqitja e pacientit në spital deri te rikuperimi, do të thonë edhe pas operacione, deri te rikuperimi apo deri tek është që e përcjell pacientin dhe kjo është mbështetje shumë e mirë. Dhe në Gjermani, që është edhe kjo shumë e bukur, ne në klinikën tonë ja kemi filluar që 2 vite gjysmë punojmë, ndërsa në Gjermani prej vitit 2027 do të zgjatet me siguri deri në fund 2027-s, mirë po është ligj në çdo spital që ka pacient onkologjik, çdo pacient, do të thonë jo vetëm të shëndetit të zorrës këtu, por kancere të tjera, atëherë është e domosdoshme, është ligj që ta kemi ekipin interdisciplinar që të merren me shëndetin. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur që Gjermania tani po e merr këtë edhe po e hecë në këtë lëvizje, përgjithësisht në Kosovë nuk e di. Unë mendoj që me drejtë edhe këtu duhet. Unë e di që nuk ekziston, domethënë kjo praktikë, sepse e di prej disa pacientëve familjarë të mi, cilët është dashur të kujdesemi ne familjarët për të. Dhe ajo menyja ka qenë si në çdo spital, domethënë çdo spital tjetër, domethënë ashtu ushqim i zier, domethënë pak brokoli, pak karfioll ose diçka kështu, po domethënë që ajo menyja e zakonshme që nuk e di se sa mundet një pacient i cili veç e ka kryer të rikuperohet me atë ushqim, domethënë. Nuk e di rëndësinë. Po ecin, po rëndësinë. Unë mendoj që po ecin edhe shumë dezinformata që jo çdo këtu desha me dalë, sepse këtu në Kosovë është bërë si trend të jesh nutricionist dhe gjithkush jep këshilla. Dhe për ata e thash jam e fat sepse kur merr këshilla prej profesionistëve duhesh me ia ditë vlerën. Po sepse çdo kush del, domethënë sot rrjetet sociale janë dritare individuale, domethënë unë mendoj që di diçka dhe e tregoj e jap një informacion, por sa mundet ai informacion t'i bëj dëm dikujt, unë nuk e kam idenë. Atëherë, gjëja e parë që hasi, ndoshta edhe në familjar, në shoqëri, ose edhe në për rrjetet sociale, se shoh nga një edhe nga kolegë, që gjëja e parë që ndalen thotë largo sheqerin. Tani, kur jemi tek puna e sheqerit, sinqerisht nuk e besoj që të gjithë hajnë me lugë të tëra sheqer, në edhe një mireushqyrje, jo në gjendjen kancerogjene, kur i keni në gjendjen të ndalikuar të shëndetit, por edhe kështu nuk referohet ose nuk preferohet të konzumojmë sheqer. Dhe çfarë ndodh tek pacienti? Do të thonë aty është frika shumë e madhe, dhe ata pacientë zakonisht ju mungon motivimi. Unë e shoh me vërtet e bëj me shumë pasion këtë punën time dhe marr shumë seriozisht pacienti kur është para meje dhe mundom, po edhe bëj trajnime të ndryshme dhe më të tjeshme që nuk është lehtë një pacient në gjendje të tillë ta motivosh. Dhe e para që presin ata janë doktor Google, me njerë. Dhe gjëja e parë që e bëjnë duhet të eliminohet sheqeri, duhet të eliminohet kjo, duhet të eliminohet kjo. Dhe çfarë ndodh me pacientin? Pacienti në ato faza përveç se shihet ose gjëndrat e shijes janë shumë të ndikuara, pacientit nuk i shijon asgjë. Dhe tani vjen puna, thotë, ok, mos e ha sheqerin, dhe sheqerin nuk e definojnë atë, nuk thojnë, për shembull, mos e ha sheqerin e bardhë, industrial, por konzumoj pak karbohidratët, që është shumë esenciale në këtë fazën e tyre, sepse pacientët e humbin masën muskulare. Dhe nga masa muskulare, bie pesha nuk e ka gjendjen e rikuperimit. Pra, pacientët pas operacionit kanë një humbje të peshës deri në 20 kg, dhe është detyra imja që unë të merrem individualisht me atë pacient dhe t'i arris sasinë e proteinës në shujta, që ky pacient ta menaxhoj tani ose ta realizoj terapin, qoftë kimioterapi ose
hormonterapia që e bëjnë. Dhe për ta realizuar, për ta bjetu, ta thema, terapin, pacientit i duhet energji. Dhe në qoftë se e merr një informacion nga një nutricionist që largoj sheqerin, ose largoj komplet sheqerin, mëse akta, ata e reduktojnë të gjithë menyn e ushqimeve dhe nuk konzumojnë kurrë. Tani shija është ashtu e humbur, nuk konzumojnë asgjë, dhe çfarë do të thotë humbin peshë radikalisht. Dhe humbja e peshës, humbja masës muskulare, por edhe humbja e sasive të proteinës e vështirëson tani rekuperimin e pacientit. Dhe kjo është me drejtë që e shoh në familje, njerëzit që në përreth që kam nuk e shijojnë as të paktën ndonjëherë një akullore ose një drezë, një moll, jo se ka sheqer. Për shembull, edhe unë në familje kam kështu për shembull. Babi im për shembull nuk han krep, nuk konsumon krep. Krejt gjallat i han pa krep, jo krepa është e damshme. Babi nuk është kripa e damshme, thosha. Po shkripa për punuar është e damshme. Tani edhe shumë njerëz nuk e kanë idenë se çfarë kripe. Mendoj që organizmi sigurisht duhet me marrë ma tepër minerale, do me thonë nga kripa, apo gjatë sezonit verës. Po, për punën osmolaritet që e kemi nuk. Po, duhet. Këto janë se pikërisht... Sot po shfrytëzoj maksimum, këna me të shtunë. Ja, me shumë knaqësi këtu. Po është me tërtet kjo që, si që po e thëllë ti, dëgjoj edhe shumë nga familjarë, nga të tjerë, që ose më bojnë pyetje në Instagram, këto nuk duhet me hongër, këto nuk duhet me hongër. Mendoj që këtë frikërën ma shumë jemi duhet dëmtu ata çfarë po na ndëgjojnë, ndoshta është pak për vëmendje, ndoshta është pak për klikime, ku ta di unë, por qëllimi është një mirë ushqyrje është shumë esenciale dhe gjatë rikuperimit të pacientëve me kancer ose me tumor, dhe mundësia është shumë e madhe në qoftë se kanë një dietë të balancuar, do thonë jo shumë të përpunuar, por ushqime të natyrshme me pas sasinë e proteinës. Sasia e proteinës është edhe pse është trend këto kohëve fundit, sepse gjithkaj kemi haj protein, por sinqerisht është edhe është djallëzuar një kohë, është demonizuar një kohë, sepse mendoje që bëhet vetëm për njerëzit që kanë muskuj, ose njerëzit që nisin fitness. Është esenciale, do me thonë. Është shumë esenciale, se pikërisht duhet dalë tek pacientët, neve në fakt, studimet e ndryshme na thonë 0.8 gram protein për 1 kilogram peshës trupore duhet të konsumohen. Një pacient me 60 kg duhet diku 58-60 gram, për afërsisht, sepse nuk e kam krejtë. Por tek pacientët që janë në terapi të kancerit duhet të shtohet deri në 1.2 gram bile, sidomos pas kancerit, pas operacionit. Pacientët janë të shtrirë dhe shumë shpesh kanë ydema të ndryshme në trup, por kanë edhe një hypoalbumemi. Do të thonë sasia e albuminës është shumë e vogël, që shkakton fryrje të barkut ose fryrje të trupit ose mbledhja e ujit, ydemet në trup. Dhe pikërisht këtu vi sasia e lartë e proteinës që duhet t'i arrisim pacientëve, dhe nuk është lehtë një pacient 60 kg t'i arrisim deri 1.2-1.5 proteinë në ditë për 1 kilogram të peshës trupore. Dhe aty domosdoshmërisht ne duhet punojmë me sasi me shek të ndryshme, me sasi me proteinë të izoluar, sepse vetëm me ushqim nuk mund, ai do të duaj të haj 1 kilogram mish. Më shumë ti proteinë. Atëherë, në fakt jo, mishi, burimet shtazore, mishi kuq, burimet shtazore janë ato më të parat, por fakti që konzumi mishit, përmban sasi të lartë të acideve yndyrore, që nuk janë shumë të shëndetshme për sistemin kardiovaskular, referohen nga 2023 organizatat shëndetësore të nutricionit kanë rekomanduar 50% të sasisë të rekomandueshme të proteinës të vijë nga bimët. Dhe këtu vijnë fasulet, thjerëzat, fasulet të gjitha llojet. Samira është pjata tradicionale jona, apo që njerëzit kanë qenë të fortë, shqiptarët kanë qenë të fortë për pasulet. Fasulet edhe kanë ditë çfarë kanë bërë më herët. Kështu që edhe për pasulit tonë që e kemi tradicionale, ato fasulet e vogla, thjerëzat e vogla, të gjitha janë shumë të bizelet, absolut. Janë përmbajnë sasi të lartë të proteinave, tani të vite kjo pjesa e profesionit tim që jam edhe ekspert e shëndetësor, kanë sasi të lartë të fibrave. Sepse sigurisht ka marrë pyetja jote cilat janë ushqimet që rekomandon për zor, fibrat që i gjejmë në thjerëza është burim shumë i shëndetshëm, pra është një binom që neve përfitojmë nga fasulet, nga thjerëzat, pikërisht në këtë pikën e proteinës edhe të fibrave. Pra, sasia e proteinës në ditë është shumë e rëndësishme për pacientët me kancer ose operativ, por edhe jashtë saj. Do të thotë edhe ma tutje, të mbesin edhe ma tutje nga ushqimet, burimet shtazore janë mishi, veza, peshku, djathi, ndërsa ato të gjitha bimorët janë thjerëzat, janë arorët, tani kemi pseudodrithra që është quinoa, tani kemi
hirse, nuk e di tani shqip si e thirët, por janë këto fara si bulgur, janë fara të vogla. Bulgur, tani, janë disa drithra të tjerë që në fakt janë bim, dhe kanë sasi të lartë të fibrave dhe të proteinës. Pra kjo është e bukur asaj që me vërtet me ushqim, mundemi mja dalë edhe është shumë esencial, pikërisht të këta pacientë, sepse jo veç me humbjen e masës muskulare, por edhe humbin vitaminat, mineralet, dhe një ushqim e ka gamën më të gjerë me lëndë ushqyse, lëndë nutritive, se sa kur t'japim një ushqim të izoluar, në? Shushet betimi tek ushqimet natyrshme, mundësisht sa regionale, sezonale, dhe t'ishte ideal. Kur jemi të këto ushqimet e përpunuara dhe të ato të përpunuara dhe të freskëta, të them, ju keni bërë një sfid, e kam pa që keni ngrën tërshër disa ditë për mes rrjeteve sociale. Dhe i ka marrë disa receta. Edhe unë e përdor shumë tërshërën. Po kohët e fundit është bo një propagandë, me thonë kështu, kanë menduar që tërshëra është ushqim i përpunuar dhe ndoshta më mirë është me konsumu ndoshta një misër, diçka me hangër, diçka të misrit, sesa me konsumu tërshërën. Edhe pse janë dy të kundërta, po prapë se prapë është paragjiku ndoshta për këtë produkt. Mendoj që është paragjiku, apo jo nuk është e vërtet? Është paragjiku pak. Kur jemi të ushqimet e përpunuara... Apo ndoshta duhet me pas kujtesë çfarë kompanie është, çfarë marke? Laura, unë mendoj që duhet pak edhe pun mindseti, pun vetëdijshme çfarë po konsumojnë. Para se të fillojmë emisionin e folëm edhe këtë çështjen, sa e rëndësishme është kujdesimi preventiv, mi parandalu. Edhe në Instagram unë gjatë 5 vite punoj edhe me klient privat që me të vërtet ja përkushtoj asaj që ti parandalojmë para se ti kurojmë sëmundjet. Dhe është shumë evidente që nëse ushqesh mirë i parandalon gjërat, i parandalon sëmundjet. Ka njerëz që janë shëruar edhe prej sëmundjeve më të këqija, me kancerit vetëm duke ushqimit. Absolut, dhe është shumë e rëndësishme kjo. Ndërsa sa i përket kjo që e përmendën punën e përpunuar, tërshërës, po. Ushqimi i përpunuar thuaj se tani më nuk kemi ushqim të papërpunuar. Vetëm varet se si është përpunuar. Si është përpunuar. Dhe ultra të përpunuar mendoj që në qoftë se janë, kur i referohem ushqimet të përpunuara, më shumë mendoj këta fast foodet, ushqimet si pizza të ngrirat, ato thuaj se që vetëm i merr i fut në frizë ose i merr i paket i ka paketin. Mikrovali fut që është shumë e damshme. E damshme, absolut. Dhe këto mendoj që janë një ndër faktorët kryesor tek formimi aty në indeve apo tumoreve të kancerit të zorës, që me vërtet duhet të kemi kujdes të ushqimet e përpunuara. Ndërsa sa i përket tërshërës. Tërshëra në fakt është një nga kokra e thekrit, tërshërës, po du të shtypet mekanikisht edhe vi tek forma saj. Varësisht prej mekanizmit, sa herë shtypet, e kam edhe atë makina në shtëpi si mulli që bluhet, dhe e përpunoj vetë, dhe është kjo është një privilegj, më e mirë sa të që e blim, por qëfar duhet të sugjeroj për tërshërën këtu që jepet? Atëherë, tërshëra është një ushqim që në fakt, edhe në kujtojtë gjyshri për para, se këtë tërshërën një qesim kalit. Po. Që të ketë energji të mjaftueshme, edhe mos të bojë masë dhjamore. E mu dhe gjyshja ime, bilim të pse po e hanë këtë ushqim gjave? Gjave. Këto e kam thonë edhe në intervjist tjetër edhe kështu që më kujtu tani edhe thash kreç spontan, po me të vërtet ja japim sepse të thojë këtë gjyshi mjafton që mos me pas masë dhjamore, mos me trosh, koli, por edhe me punu, sepse përmban pikërisht ka protein të lartë edhe ka fiber të lartë. Në më thani përpunan edhe tretin e len që sheqeri në gjak, glukoza në gjak të përthithet nga dalshëm, edhe sasia e për sasin e fibrave dhe pjesa tjetra sasia e proteinës, që po ashtu të mban të ngopur gjatë më gjatë. Dhe përfijet muskulare ushqet. Dhe tërshëra këtë kura traditore, në fakt, para në 1980 më do këtë është zbulu inzulina për e të parë, në që se nuk ka bëj, para se të zbuloj inzulina, të gjithë pacientët diabetik, të diabetit typ 2, janë kuru me tërshër. Do të thotë e kanë menaxhu glukozën në gjak pikërisht me tërshër. Dhe kjo pavarësisht se ka karbohidrate komplekse, do të thonë ka karbohidrate, por është kuru me këto. Dhe në Gjermani është interesant, të gjithë e praktikojnë, të gjithë e konsumojnë, sidomos një vakt. Unë e konsumojnë, po. Unë e kam shtetën, po. Dhe kura traditore është një kur që thjesht
e sfidon trupin pak, sepse ti 3 ditë plota i ha 3 vakte, vetëm me tërshër mundësisht me ujë ose me pak erza me bo, nuk lejohet ose nuk rekomandohet të japin sasi shtesë të yndyrës, të sheqerit apo të proteinës tjetër, por vetëm 3 ditë dhe kjo ka benefite deri në 6 deri në 8 javë të stabilizimin e LDL-it, kolesterolit të keq në gjak, stabilizimin e sheqerit dhe stabilizimin e aktivizon mëlçin për detoksin e trupit. Do të thotë, çdo benefitet që janë nga kequshqyrja që vi, ja rekomandoj të gjithë, unë e kam një sfidë traditore në Instagram që e bëj, edhe janë shumë të kënaqur, marr shumë feedback të mirë, sepse edhe në fund edhe ka menaxhimin e peshës, sepse ti mos harrem gjatë 3 ditëve ti tani nuk konsumon sa të tjera. Do të thotë edhe kjo është një reduktim i kalorive, por ka benefite deri në tradh. Këto e praktikojmë, pra është një kur terapi që japim në klinikën tonë për pacientët diabet. Do të thotë nuk është vetëm se e kam menduar unë ose e kam lexuar dikun, por është evidente, është shumë e studiuar mirë edhe jepet, ofrohet tek pacientët në kuadër të klinikës tonë. Shumë mirë. Të faleminderit shumë Ardiana për këto këshilla, me të vërtetë ishte kënaqësi me ju pas studio. Shpresoj që edhe audienca e ka marrë informatën e duhur dhe keni ndihmuar shumë në vetësimin e tyre se si duhet me ushqy shëndetshëm. Faleminderit shumë Laura, dhe kishte kënaqësi të jem këtu edhe me shumë dëshirë edhe rave tjera. Sigurisht do të lidhemi, me qenë se ju jetoni në Gjermani, po do të mundohemi më u lidh me Skype edhe me marrë sa më shumë informata prej teje. Me shumë dëshirë bëj. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shkojmë një pikë muzikore, rikthehemi më pas në studio.